Albin Kurti është situat me një arkitekturë shumë të njohur. Është krejt e njohur. Do me thënë, në një etyd caktuar, Albin Kurti është, do me thënë, ka ndodhur që kanë lëvizur, si thush, plakat tektonike të tërmetit. Ka ikur prej Kosovës, kanë ikur udhëheqësit të UÇK-s, njerëzit që e sollën deri në atë pikë, dhe është vendosur Albin Kurti. Tash i do ndodh patjetër që të zhvendosen ato plaka. A do zhvendosen? Ky është problemi. Albin Kurti e ka pushtuar Kosovën sepse nuk është Albin Kurti. Është një ide e tërë që një pendese dikujt ose një qëllimi dikujt tjetri që Kosova të shkojë në një situatë krejt tjetër. Fakti që sot Kosova është futur në heshtje, do me thënë në heshtje botërore, është situata më e rëndë që ka Kosova. Më mirë do të ishte Kosova sikur të ishte duke kërkuar lirinë, sikur të ishte në përpjekje duke kërkuar lirinë, se sa mbasi e ka konsumuar lirinë dhe nuk i duhet gjë askujt. Domethënë nuk i intereson askujt në perëndim se ka Kosovë, as Amerikës sepse pas ka Kosovë. Vite ajo çfarë tha Skënderi, që Joe Biden e kishte trajtuar në atë mënyrë, në rregull. Praktikisht Donald Trump po bën të njëjtën politikë me Joe Biden. Ndërsa Joe Biden tha fjalë dhe nuk bëri asgjë, administrata e Trumpit po të thotë, shiko, bëj punët e tua, nëse i bën pa mua, punë me mua nuk ke. Është e njëjta situatë, është e njëjta gjë. Do me thënë, kur do merret vesh se Kosova ka mbetur e vetme. Ka disa analistë, po i lexoj edhe nga Kosova, ka dhe disa të tjerë ta shqyrquar mendimtar që bëjnë krahasime ndoshta në mënyrë shumë të pafajshme, po bëjnë krahasime me Palestinën. E bëjnë krahasimin duke mos e kuptuar se çfarë po e bëjnë. Unë mendoj që ai është krahasimi gabuar në çdo rast. Po pikërisht është i gabuar. Mund të jetë me tonë dëshpërimi, po është. Po pra, nuk është me tonë dëshpërimi, është me tonë të asaj që ne i dim situatat. Dhe bëjnë krahasime të tilla që më pak ka Kosova njohje se sa ka Palestina. Nëse hynë në lojën për ta bërë krahasimin me Palestinën, është një histori. A është histori tjetër, s'ka. Po jo, unë nuk po e marr si të mirëqen, nuk po e marr si gjë që si ide, mendoj që edhe ata që ide gabuar, por që në fakt vjen për një arsye se si e shikojnë Kosovën, se si e shikojnë të ardhmen e saj. Realisht Kosova nuk mund të bëhet si Palestinë, por ndërkohë është një gjë absurde të mendohet se Kosova do shkojë ande ka ardhur, dhe është po kaq absurde që populli i Kosovës ta pres prap Albin Kurtin të thotë ti jenë në konflikt me perëndimin, ti na ke izoluar, por ne po të mbajmë. Nuk e di, nëse kësaj radhe do votoj prapë për Albin Kurtin, atëherë është zgjedhjet lokale. Atëherë është një situatë krejt tjetër. Baton, pse duket sikur të shqetësime që ne ndajmë dhe i ndajnë ndërkombëtarët, duket nuk e shqetësojnë fare zotin Kurti? Apo e shqetësojnë? Se unë ka përshtypjen një politikan populist që votohet nga mbi 40% e kosovarëve, mbi 60% e diasporës, do thotë mund votojnë të mitë, shënë si ka. E para kemi të bëjmë një populizëm i cili është i shtresuar gati për 12 vite. Dhe ky populizëm e ka prek një gjeneratë e cila është jashtëzakonisht e re, dhe Kosova për faktin që ka popullatën shumë të re, e ka thith ideologjinë edhe populizmin e Albin Kurtit. Dhe kjo thithje është serioze. Domethënë, kush do që thotë që Albin Kurti fitohet lehtë, e ka gabim. Për dy arsye, ose për shumë arsye, po dy do t'i përmend. Një, se e ke një njeri të cilën vujtjen e konsideron privilegj. E ka referencë nga burgu dhe atë vujtje e bartë edhe e shtreson edhe të një popullat, pra arsye se qëllimin që ai mendon e ka të qartë, qëllimi nuk arrihet asnjë mënyrë përveç përmes vujtjes. E dyti aspekt është që politikisht është i parësyshëm. Pra arsye se bota politike e Kosovës
e kanë ndërtu pavarësinë ose të tjerët që e kanë votuar mbi një pako, e cila quhej Pako Ahtisarit, ku mbranda kësaj adresohen edhe shumë qartë edhe problemet e grupeve etnike në Kosovë. Përtej kësaj, të kjo pikë 2 i ka 2 gjëra kryesore, një që ai don Republikën e Tretë, dhe kjo i bie që kur e prek Republikën e Tretë, e prek Ahtisarin, dhe kur e prek Ahtisarin, rrezikon gjithçka që është krijuar për kaq vite. Pra se bota demokratike e ka njoft Kosovën mbi këto kompromiset janë ketë në pakon e Ahtisarit. Dhe kur e prek pakon e Ahtisarit, ku minoritetet vendosin për veten e tyre me 2/3 e tyre, përveç shumicës në parlament, atëherë ti e ke prek esencën e pavarësisë dhe shtetit pavarur të Kosovës. Dhe me qenë se kemi distancë për i gati 15 vitesh prej pavarësisë, zotit Kurti i duket kohë e mjaftueshme të ndërtimit të një politike të re, pa Ahtisarin, por Republikën e Tretë, shtresimin e ndikimit përmes policisë në veri, edhe pse e dim se ata 20.000 serba tjerë nuk kanë asnjë lloj ndikimi në Kosovë. 3 komunat të cilat kanë qenë në qendër të Kosovës, Graçanica, Fush Kosova, Lipjani, hajde ta themi edhe Obiliqi, që ka pas serb para vitit 99 dhe kanë pas privilegjet për shkak të Miloševićit, nuk janë më. Dhe biologjikisht është e lehtë ky problem zgjidhet. Problemi se kemi një njeri e cili me çdo kusht e don një pikë politike në jetën e tij, luftë. Që ngacmon vazhdimisht për të treguar se pesha e tij politike është përmes policisë dhe njësisë speciale. Ku kemi rrezikun? Rrezikun i kemi në disa pika që tash po prekim. Një, që evropianët po janë të shqetësuar për pakon e Ahtisarit, pra aty se ata janë garantues, dhe 2, që Shtetet e Bashkuara të Amerikës tash dëshirojnë që ambasadën e Kosovës ta lënë në nivel të 2 ose 3 dhe ta kenë një bazë dikun një ambasadë e cila e mbikëqyr. Normalisht kjo është për shkak politike se Trumpit për t'i zvogluar edhe 25-30 ambasada, por do të ishte fatale për Kosovën, për arsye se është shtet i ri, është shtet me probleme, që mos ta keshim, Dhe cila ambasadë teorikisht duhet ta kishte në kujdestari? Vetëm çfarë do të ndodh, vetëm Beogradi nuk do të ishte mirë. Beogradi nuk do të jetë. Do të ishte gjitha variantët. Problemi është që se di do të ishte mas mirë të Shqipëria, po nuk e di. Apo mund të jetë Shkupi. As ne se jemi antipodi. Po na jemi një popull dhe është e pamundur. I bishit jetë shtet. Po problemi është që nëse Shkupi që është investim tjetër i madh amerikan, nëse Kosovës. Nëse nuk do të jetë as Shkup, që ambasada Shkupit ta ketë nivelin e njëjtë sikur Kosova, sikurse Bosnia edhe Malizi, atëherë i bie që kush mund ta mbikëqyr Kosovën. Fatale do të ishte psikologjikisht për shqiptarët që këtë ta mbikëqyr Beogradi, edhe pse një Amerike, një shtetit fort. Gjitha analizat. Se besoj që do ndodhe, sepse do ishte edhe kundër gjithë investimit amerikan deri tani apo? Para nuk është bërë fakti kryer. Fakti është ama që supozime janë. Ambasador s'ka për momentin as Shqipërisë, as Shqipëri, as Beograd, as Prishtinë. Ata që quan ambasadën e vetë nga Tel Avivi në Jeruzalem, mund ta çojnë dhe ambasadën amerikane nga Prishtina në Beograd. Nuk e besoj, nëse janë... Nëse unë po flasim... Paralelizma. Nëse flasim me informacion. Informacioni është i sigurt që këto ambasada, një pjesë e ambasada në përbot, nuk do kenë ambasador. Kjo është e sigurt. Ato do ketë fatin Kosova, në mënyrën se si sillet Kurti, dikush mund ta dënoj pikërisht për këtë. Dhe ti nuk mund t'jesh kryeneç. Për arsye se ti nuk mund të vendosësh për Shtetin e Departamentin dhe Shtëpinë e Bardhë se cilin ambasadë ata do të vendosin ambasadorin ose e mbikëqyrë dhe ambasada tjera. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë bërë këto edhe më herët, por për neve
do t'ishte fatale, lajmi keq, psikologjikisht do t'jetë e rënduar për secilin banor të Kosovës. Rëndësi ka baton se ke ambasadë e ke. Kur vetë presidenti po të thotë, nuk kam punë me ty, nuk flasë me ty. Ore, po thotë presidenti, po thotë shtëpia e bardhë, po thotë kupola e lartë e shtetit. Tani që ka një ambasador atje, që ka një ambasador, nuk ka pikën e vlerës në raport me këtë gjë, ka vlerën e vetë sepse bën punë të veta. Por Shtetet e Bashkuara po i thonë qeverisë Kosovës, duam partner tjetër, po i thonë popullit Kosovës. Pra nuk është ata po iken. Ata po thonë du partner tjetër dhe dyta me ty nuk ke, me ty dhe me ty dhe me entourazhin tënd, dhe me thënë me gjithë grupimin tënd policisaj nuk është vetëm. Që ju thoni është një person që s'ka qefte në rregull, po ai nuk është vetëm, është me 40% të popullsisë të Kosovës. Tu po vim tash. Ai para, vim, do me thënë, ai është fenomen, ai nuk është një person. Ai është një fenomen i cili ka krijuar këtë Kosovë që nuk është as perëndimore, që nuk është as e dobishme si qeveri për Kosovën e vet, që nuk është as moderne dhe nuk është as një qeveri me perspektivë. Do të thotë që kemi këtë situatë kur Amerika dhe Bashkimi Evropian. Bashkimi Evropian e ka në 9 sankcione. Amerika i thot nuk ka dialog me mua. Por i thot kreu i Shtetit Bashkuar. Rrim te kjo. Te puna e fenomenit e 40% të popullsisë. Jo, kjo është e voton. E përmend edhe e ti e përmend pak më herët. E përmendi edhe më herët. Por seriozisht duhet ta marrim këtë gjeneratet e re që është me Kurti. Dhe po e shikua, a i ka shkuar në Amerikë për të marrit atë fjalim të shkurt, i cili është shokus për mu. Dhe do t'ishte ndërgjegje munguare se cilit shqiptar të Kosovës që e merë seriozisht atë fjalim. Të Kurtit. Të Kurtit. Me ata studenta, kur thotë që unë nuk mund t'ja u rregulloj, unë nuk jam ai njeri që mund t'ja heqi Serbin nga Rusia, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Perëndimit. Nuk e kam atë rol. Dhe prandaj unë jam vetëm për sovranitetin e Kosovës. Një njeri të shkon në New York, në një moment geopolitik të rëndë, në një marrëdhënie gati të ngrirë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me Shtëpinë e Bardhë, ta thotë që unë nuk jam ai që dua ta bëj këtë. Dhe të vitet ja thot në shtëpinë e vet. Edhe në shtëpinë e vet nuk kam ç'a të them, por situata është më serioze se sa që e marrim na se e kemi një kryeministër të pafuqishëm. Parasyse e kjo është pra. Kjo ai nuk është kryeministër pa përgjegjshëm. Nuk është fjala për njësh. Ka fjala për shumë. Ajo niveli profesor i manipulimit në atë fjali është fenomenal. Pra, unë nuk jam, pra në kupton që mu më kanë lënë një rol me shkëput Serbin nga Rusia, që këtu është marrëzi, se kjo s'ka ngellë ka kërkuar askush atë. Dhe se ka kërkuar askush. Sigurisht e pastaj, ideja është, po unë jam këtu vetëm për të mbrojtur, po nuk mund bëj atë që më kërkuar. Pra këtu është dallimi që unë kam me amerikanët, që është spekulim 200% pastaj. Ne shqiptarët Kosovës na mbron Kfori. Kfori në pikën që shtrin këtë kufirin me Serbin. Por mos harro që nuk e kemi në atë kufirin 20 sa kilometra 30 në veri. Kosova, kufirin me Serbin e ka 405 kilometra. Dhe e ruajmë këtë kufirin, nëse do të ndodhe një konflikt, konflikti nuk do të ndodhe në veri fare. Fare. Pra asyse... Do ndodhim pjesa tjetër, po pse ta sulmojnë veriun, ata i kanë serbt atje. Dhe logjika një njeriu i cili e fut Kosovën në një rrezik, se Skenderi po thot i papërgjegjshëm. Skender është e pamjaftueshme kjo mi thon papërgjegjshëm. Pra asyse një njeri i papërgjegjshëm. Nuk duket shumë e rëndë. Se e justifikon, do të thënë e shpajson deri diku, se to është papërgjegjshëm. Ka epitete të tjera, papërgjegjshëm. Po i papërgjegjshëm nuk mjafton mi thon një kryeministri. Nuk është i papërgjegjshëm. Ai është në ndërgjegjen e tij dhe në shkrimtat e tij. Në raport me interesin e shtetit vet, është i papërgjegjshëm sepse ti me drejt thej që i bllokuar në Amerikë, i bllokuar në Evropë, nuk merr vesh nga asnjëra anë, është një partijak perfid
dhe që e luan lojën e vota, po nuk arriti dot kur të ngrihet niveli një burri shteti, është i papërgjegjshëm. Nuk është udhëheqës i vendit. Nuk dit flas me palën tjetër. Pala tjetër është vakum total, është komplet namulli. Partit se me drejt Batoni ja bëri epikrizën dhe unë jam shumë dakord me atë që tha. Por e gjithë kjo mbi fuqi e brendshme e Kurtit konsumohet në kushtet e një vakumi politik me kundërshtari përballë. Jemi në rrethana të tjera dhe të pakrahasueshme, jemi në të njëjtat pozita që ndodhemi dhe këtu në Shqipëri, ku mbi fuqia e qeverisë për 12 vitesh në pushtet, ngrihet gjithashtu edhe mbi vakumin e palës tjetër. Të fundit edhe Skender, kemi një problem. Sepse ata burrat janë në Hag dhe ata lanë mbrapa disa personazhe të cilët na jemi peng të një situate ku 2, 3, 4 tani. Peng të një situate. Mos themi se çfarë janë tani. Të 2 ose 4 liderëve në burg, po themi 2 për arsye që ata majnë barën kryesore. Dhe ne jemi të peng të asaj situate. Për arsye se s'kemi një opozit, kjo është pra, e cila merr përgjegjësinë. Ata janë pa përgjegjshëm. Kurthi është i rrezikshëm. Opozita është e papërgjegjshme. Pikërisht, se opozita nuk që e gatë. Edhe nëse këtu po themi, meqense jemi peng te një situate ku Partia Demokratike nuk vepron, për arsye se çfarë do veprimi që bën kanë frikë, se ata jetojnë me frikën për 2 liderët, se mund t'i dëmtojnë ata, e krijojmë një situatë tillë. Dhe krejt ajo që është banale dhe është prapë rrezikshme. Ai donte politikisht të ramizoj në një farë mënyrë ato që tha ti, fuqinë e Edi Ramës në Shqipëri. Dhe kjo fuqi që i duhet atij, që nuk i don opozitet, nuk don kompromis, nuk don asnjë gjë, por e don veten dhe e don shtrirjen ku janë shqiptarët, për arsye se është megaloman. Edhe si natyrë politike, e do Maqedoninë për vete, e do Malin e Zi për vete, e do Preshevën dhe Bujanovcin, dhe e do Edi Ramën vetë. Unë kujtoj vetëm një rast në dekadën e parë, përësor të viteve 90, kur kemi pas në një politikan shumë të lartë, që u përpoq të fuste në kaos Maqedoninë, në Kosovë gjithashtu u përpoq, etj, dhe kemi pas këto shembuj. Njëjti është. Fiks. Berisha po thua. Po të shi. Po, Milo. Muan, ne sonte këtu nuk duhet të krijojmë përshtypjen që po i bëjmë gjyqin politik Albin Kurtit. Për shkak detyrës. Sepse ndodhemi edhe pas zgjedhjeve vendore të Kosovës. Dhe në një mënyrë ose një tjetër duket sikur ne do të marrim pjesë në fushatën e lidh për Albin Kurti, pavarësisht veçoritë që kanë zgjedhjet lokale në raport me zgjedhjet parlamentare. Dihet. Dhe Albin Kurti në zgjedhjet e mëparshme vendore nuk është se ka dalë mirë, pak gjëra ka marrë, si në çështjen e kryetarëve. Po prapë me balotazh, ai do deli pari në rundin e parë, do deli pari në shumicën e bashkive. Mirë, del, po në përfundimi është... Rundi i dytë është kompromis, pra. Kompromis, po... Po është nuk o numra. Mirë, po përsëri legjitime është. Jo, legjitime. Ai mund të dalë i pari dhe do të dalë i pari, siç the edhe ti në shumicën e kohën, por në balotazh ka për të humbur, po tani sido që tjetë pas qëndrimeve që po mbajnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kaq hapur dhe kaq prerë kundër Albin Kurtit, nuk e dim ta shqiptarët e Kosovës a do të fillojnë të reflektojnë. Jo, një minutë, kjo është një problem, më le të analizoj. Po, ta mbyllim se duhet shkruaj publicitet, ta mbyllim me pyetjen e retorike që ti ngritë. Pra, presioni amerikan si do përkthehet në fushatën që po vjen. Po i shtoj një pyetje tjetër fataliste. Po sikur ky presion amerikan përkthehet për më shumë mbështetje për Kurtin. Publicitet, rikthehemi pas pak.